Këtë e bëri Hatixhia. Prandaj luz Zotin e madh njerë bijat tona, vajzat tona, tek burrat që do të shkojnë, në nxjerrin fytyrën e bardhë, faqen e bardhë, Si Hatixhia. duke qenë si Hatixhia. Të jenë mbështetje për burrat e tyre. Të jenë ashtu siç Allahu tha në Kur'an, juve ju bën prehje për ata dhe ata i bën prehje për ju. Jo me Qetësi. jo me çokrien. Për një telefon ti mos më fol një javë burit. Për një fuston, ti kur s'm kënaqe mu. Ti kur s'dite me m'kuptu mu. Ti kur s'dite me m'gëzu mu. Ti kur la ilaha, po si ja nënçmon burrin burit. Si ja ul vlerën burit. Tu mos me dit borxhet e hallat e breku i diun çfarë. Tha ti gjë e keqe nuk do ndodhe. Atëherë unë dali dërguari i Allahut i tha pikati e din. Tha ti tha përkdhel kokën e jetimit. Ti mban lidhje farefisnore. Ja përmendi cilësitë të dërguarit të Zotit. A e kupton mënyra e komunikimit mes një buri dhe një gruaje? E para i besoj, e para që e besoj shpalljen. E kjo dashuri. Kjo është dashuri, cilën dashuri në qoftë se një vajzë në këtë mënyrë, po unë nuk e di, e qartë do të jetë një gjë. Dashuria është mirë kuptim. Nëse dikush prej të rive më pyet, si mund ta kuptoj mua se më don burri ose e kundërta, më don gruaja? Dashuria është mirë kuptim. Kulminacioni i dashurisë nuk është dhuratat. Nuk është shtëpia, nuk janë pushimi ku ta siguron brenda vitit. Nuk është asgjë. Fakti në momente të vështira të kupton. Nëse nuk të kupton, krejt tjerat bin poshtë. S'ka dashuri aty. Nuk e di, ajo më qartë. A ka nevojë për filozofi këtu? Të kupton është dashuri. Nuk të kupton, mos u mashtron me gjëra tjera. Nëse ta nxin në një moment kur qoftë mashkulli, qoftë femra, ka raste, oj gru, po gjë mund të bëj unë më shumë më për ti, ka be kur gjos të mungon. E ma lodh krijin me këto punë. Se dushti. Se këto mi bin uj bin. Se telefoni nuk ja zgjedh problemin. Se shkruja jeme, buri jem. Riqet. E di kush jeti. Unë besoj plotësisht tek ti. Është një fazë, do të kaloje, mos u shqetëso. Do të me bë durim. Janë sprova këto, janë gjëra të këndshme. Bashkëri do t'i te kalojmë. Ndoshta Allahu dhul xhelal na e ka çu këtë sprovë. Shpërblimi i Zotit do të jetë në një formë tjetër, shumë më të bukur, shumë më të këndshme. Krejt çka na duhet neve. E kjo është dashuri. E këtë dashuri, sunullah, e kishte Hatixhia ndaj, pse nuk mbaroi këtu, pastaj e mori, e çoi domethënë tek një afërm, tek një burr që ishte më të vjetrit, e kupton? Ja tregoi gjendjen, ja tregoi situatën, e kështu me radhë,